Ne kemi parë që të gjitha fondet që kanë. Baftiar Çaushaj, kryetari i shoqatës kombëtare të azileve në vendin ton, ka denoncuar abuzimet dhe keqtrajtimet që sipas tij kryen në shtëpitë të moshuarve në Shqipëri. Çaushaj deklaron se fondet që akordohen për këto azile përfundojnë në duart e administratorëve, ku si shembull ai jep atë të Poliçanit. Qendrezezi them unë asaj. Vetëm për të vjedhur 1 miliard lekë erdhën për rekonstruksion atje, ato e kalon. Është shkatërruar totalisht ajo shtëpi. Është e pabanueshme. Sipas Çaushajt, të moshuarit në azilin e Fierit trajtohen në mënyrë të njerëzore. Tyre mungon çdo gjë. Në radhë parë mungon ngrohtësia e njeriu. E dyta, u mungon ushqimi. U mungon veshmbathja. U mungon ilaçet. Baftiar Çaushaj, edhe vetë një i moshuar, i ka dërguar letër edhe avokatit të popullit, qeverisë dhe ambasadorit amerikan, ku kërkon që para se të jepen fondet, të verifikohet destinacioni.